10 i ka me nokaut, 34 vjeçar, është nga Trabzonspor e Turqisë. Do të theksojmë që është kampion i VBC-s për Azinë në peshën super. Nga Bafeqivit e nga Bermeta. Nisë raundi i parë. Bermeta është janë Lorgjin nga vrati. Filluar që të linë me kë luftim të afërt. Jetë mira nga Bermetës. Qëndron në paragraf të mirë para tyres. Bermeta është mbrohet mirë. Është zanatit. Që nga imposimi, që nga mënyrës si lufton, që nga qëndërimi që mban. 10 sekonda fundi, shojmë kombinimin e saktë nga në Kelesh. Për që Bermeta kundër përgjigjet. Kombinimin e saktë Bermeta. Duket se këtë raund ka i të marsh. Seriosht, saktë, jetë kundër përgjigjet nga në Kelesh. E mirë goditja nga në Bermetës. Tjetër goditje këtu, e merë dhe Bermeta një që dronë në këmë, kundër përgjigjet. Lëvizjet mira me kokë, nga në Bermetës goditje mirë në trup, shojmë kombinimin shumë i saktë. Kombinacion i bukur. Shumë i bukur, tjetër goditje. Mbrohet mirë, Mbrohet mirë, po është e vërtet. Edhe në shumicë raste vetëm duhet ja qash atë me. Pra litarëve Bermeta, shojmë goditjen e fortë. Shumë i saktë Bermeta. E fortë goditja nga në Bermetës. Ishte paralajmëruar edhe në përpara fillimit të series do të ishte një takim i fortë. Shumë goditje sakta nga Bermetës. Po ndryshe nga ndeshja tjetër, këtu edhe Bermeta ka marrë disa goditje, nuk është ja, jo. Po, është vërtet. Është kundërshtar më i fortë, shumë më i fortë. Saktë Bermeta me kombinimin. Edhe Kelesh kundër përgjigjet. Kelesh përgojti rrezikshëm, tu Bermeta reagon mirë. Tjetëra për kokë më kokë, pa lëvizje me këmbë, me të stabil, po me goditje të forta. Kryesisht anësore, shikon se shkëmbejnë herë. Kombinimi ishte i mirë nga Kelesh që kërkon sërish të vendos në vështirësi. Kjo. Shu e fillojnë qetë. Bravo Bermeta. Goditje të sakta. Kombinimet ishin të mira. Por bravo dhe Keleshit, i cili mbyllet mirë. Turku kërkon gjithë një luftë në afërt, aty e ka gjithë sukses. Është pika tje fort. Tu e do gjithë. Këtej profesionistë është vërtet, të dy të dasin fort. Shkëmbimet dhe Bermeta. Është një boks tipik profesionist. Shumë i ekuilibruar. Si dueli midis të dyve shojmë në kokë, ditje në kone. Pas edhe i krijon të dy krahët. Nësi. Ja. Kjo luftë afërt. I sa kombinimi, një shdysh nga Bermetës. Nuk ka vështirësi për të luftuar, pranë këndit. Kelesh. Shojmë kundër përgjigjet. Vazhdon në Bermeta me këto goditjet anësorda, trup. Maj. Shojmë kombinimin e Fatih Kelesh. Don Kelesh. Bukur. Roseqi. Mari. Shumë i saktë. Bermeta kundër përgjigjet e Kelesh. Si qeshë. Qeshtë të Zakonisht kur qeshet është momenti kur je më shumë në vështirësi. Paktën nga eksperienca këtë tur. Ju knaqja. Shish bot. Ja Fatih. Që kishë në raundin e parë. Ka një farë rënje me sa duket të shqipë.
Bermeta I cili jep goditje të forta. Shërë fort. Kuku I majt. I Bermetës. Tjetër kombinim që përfundon me ja për katë. Ky konsiderohet si boks fisnikësh herë njëri, herë tjetër, shiko. Tamam loj. Vazhdon Albani të tregon I pamëshirshëm. Shënon. Dhe ko përgjigjet Kelesh me goditjen trup kryesisht. Përfundimin minutës 2 të raundit të fundit. Tjetër kombinimi mirë nga Bermetës. Mbyllet mirë. Tjetër goditje të mira nga Bermeta I cili më pas merr dhe në fundit, por deri në këtë moment e djata nga Bermetës. Shoj goditjen e fortë Mati Kelesh 10 sekonda fundit. Janë 10 sekonda fundit ka pusqeshje. Një bokser I tillë quhet Bulldozer. Vetëm nesër përpara dhe I ka qenë Alban Bermeta. Fiton Alban Bermeta. Fiton Alban Bermeta.